opozita e opozitës është shërptorja më e shpifur e qeverisë. Është loja ndyrë e Edi Ramës. Harroj kush se ne do pajtohemi me aktet e Edi Ramës, me epitetet të tipit të Spiro Koleks, Enver Hoxha, Xhenatit Rama, që u ven protestuesve paqësor, topat e ujit që përdor kundër nënave me fëmijë. Po, e gjujti foshën karros, nuk e pat ju. Prandaj dhe, sepse partia e krimit ju ka vu një fashë për para. Prandaj, të para që do të griheshin sot këtu. Pra, këto janë të gjitha. Nuk ka asgjë që mund të devjoj këtë forcë politike. Asgjë. Do qëndroj e pal kundur në parime dhe... Faleminderit, zoti Balla ka kërkuar fjalën për procedurë. Zoti Berisha, shoh që insistoni me padurim që të merrni pjesë në festat e 35 vjetorit Partisë Socialiste. Ne kemi një kalendar të parashikuar të festave tona. Sigurisht që ju nuk mund të jeni i ftuar në ditëlindjet e Partisë Socialiste, as në Vlorë, as në Tiranë, as gjëkundi. Ne ju kemi mundur 15 herë nga 20 betejë elektorale. Me Edi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, ju kemi mundur 8 herë rresht në 8 përballjet e fundit. Do ju mundim përsëri pas një viti në zgjedhjet vendore, do ju mundim dhe në 2029. Prandaj diversionin tënd, se nesër në Vlorë, pas kemi ne anti-miting, ne kemi një fest ditëlindje. Dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. Dhe pa dyshim, për Artur Sheun ti pyete këtë, se Artur Sheu e ka çuar në Vlorë këtë. E di fare mirë ky. Me makinën Artur Sheut ka shkuar në Vlorë, po e di fare mirë. Pyete. Kështu që mos u nxehni. Merreni me qetësi, siç ju kemi mundur, do vazhdojmë t'ju mundim përsëri. Dhe ndërkohë bëni mirë që të vini mend se nuk po ju kupton askush. Zotëria del edhe thot mbështesim investimin. Gjë që tregon të paktën kulturë shtetërore. Dhe sa i përket investimin në Zvërnec, jo ju, edhe ju tjerët atje në fund sallës. A investim do të realizohet se Shqipëria nuk e ka as shansin, as luksin e keq të humbi këtë investim. Është një investim historik, i cili do ta vendosi Shqipërinë tonë të përbashkët aty ku na takon, në ligën e kampionëve të vendeve me turizëm të zhvilluar. Ata që dalin kundër këtij investimi nuk i shërbejnë interesit vendit. Pushati, që se po flas me këton, po nuk merr me ty, unë po merr me këtë tash, kur të vi koha të merr me ty, ka marrë punë. Tani e fundit. Prandaj tregoni me një qëndrim. Dilni këtu dhe thoni, jeni pro investimit apo kundër investimit. Kaq. E gjithë diskutimi bëhet për këtë. Ne jemi pro investimit sepse mbështesim investimin. Zoti Berisha, ju lutem kërkoj mirëkuptimin tuaj, me qënë se ma bët një nder sot, ju lutem, sepse
fjalën për replik. Edhe një herë. Dekoratat e turpit në partinë e krimit në Degën Vlorë u shpërndan par dje. U dekorue famozi Mezan Malaj, Malaj tjetri me radhë, dhe ky është mashtrim publik që bëni. Po, tani thoni se u kuptoni ju, sa ju thot do shkoj në fshatu, do shkoj në fshatu në atje tani jam këta, po jo. Edhe u përmalon gjoja, edhe sulen me qelë goj, bënim ledhje 4 orë, s'flisi do të një fjalë si me qenë kukula, u keq përdor në shkallë ekstreme, u shet çdo gënjeshtër. Nesër është antimiting, dhe mos guxoni ta organizoni. Nesër është antimiting. Ku është vaj që e mori djatë Palaskën e Ramës në Palat Kongreseve, që i që si kështu disident kë Erioni, ku është? S'karë sot fare. E pata po jo, e dekoroj bashkë me Gramosin. Ndaj dhe lerri ato, hiqti dorë nga antimitingu, hiqti dorë nga dhuna ndaj protestuesve paqësor, sepse i keni hedhur ujë në karros të fëmis. Një zonje, i keni pato, hiqti dorë nga cilësor të turpshëm, hiqti dorë nga keq përdorimi i asaj që quhet opozicë, që është krijes mjerane, shërptore mjerane e qeverisë. Zoti Vëngu, keni fjalën për procedurë. Faleminderit, zonja kryesuese e seancës. Doktor, ka ikur vitet kur intimidoi vlonjatët. Ka ikur vitet kur vlonjatët kërkonin leje që të bënin aktivitetet e tyre. Ka ikur vitet kur intimidoje gjyshrit tanë dhe baballarët tanë. Kjo gjenerat në Vlorë nuk ka për të kërkuar leje, as kur të mblidhet dhe as kur të festoj. Ju lutem bani qetësi. Pika e parë. Ju lutem, zoti Strazimiri. Pika e dytë. Se vura re që nga kolegët e nderuar të opozitës, të cilët e përfaqësojnë qarkun e Vlorës me korrespondencë, dëgjova këtu se keni filluar të interesoheni për çfarë duan vlonjatët. Kërkojeni bizneseve të Vlorës, çfarë mendojnë për zhvillimin e turizmit, çfarë mendojnë për zhvillimin e Zvërnecit. Kërkojnë një rinis vlonjate se çfarë mendon realisht dhe pastaj ejani dhe të bëni këtu linqimin e papranueshëm që keni bërë për sa i përket emrave të atyre 12 kolegëve që nuk duhet i përmendin këtë mënyrë në asnjë mënyrë, sepse ligji është ligj. Ligji që votohet këtu respektohet. Në qoftë se doni që ligjet të reformohen, ejani, propozojni dhe ne patjetër jemi këtu për të marrë rekomandime apo edhe për të refuzuar, sepse si që keni emrin, jeni opozit, nuk jeni në drejtim të vendit. Pika e parë. Pika e dytë. Pa tjetër, doktor, mund të rish gjatë të sugjeroj që të ulem se do kërkosh replik shumë shpesh me mua sot. Pika e dytë është për të vlerësuar fakti që ne po flasim për shumë më shumë se sa Zvërneci. Kemi disa ditë në kuvend, në shesh edhe online. Jetojmë në kohë ku patjetër dhe algoritmet kanë hyrë shesh dhe është mirë që ta pranojmë të gjithë. Ky është realiteti i botës ku jetojmë dhe kërkohet një maturi shumë e madhe për sa i përket vlerësimit të mesazhit politik dhe të leksioneve që përçon qoftë situata në Zvërnec, qoftë edhe protesta këto ditë që na shoqëron të gjithëve. Dhe elementi i tretë, shoh këtu që ka disa kolegë që kanë zbuluar romantizmin antikapitalizëm ditë e fundit, sepse konsiderojnë që kjo protesta na qenë ka interesante dhe duhen të bëjnë pjesë dhe ata, kur deri para pak ditësh flisnin për tapetet kuqe që duhet i shtronim atyre që sillnin 1 miliard, 2 miliarda apo më shumë miliarda në vendin tonë. Është e lehtë në kohën e media sociale të jesh politikan pa bosht. Mblidheni mendjen, tregoni maturi dhe tregoni të vërtetën shqiptarëve. Po flasim më shumë se sa për Zvërnecin, po flasim për mënyrën e zhvillimit të këtij vendi dhe zhvillimi i këtij vendi duhet jetë objekt debatesh, maturie dhe as pak linçimit njëri tjetrit.
Gjëja e fundit, doktor, nga vlonjat mos prit kur të kërkojnë leje. Zoti Berisha për replik. Folsi, pasi dezertoj nga ushtria, bëri mashtrimin madhor se është pasardhës i Marko Boçarit. Dhe se Sali mos i bjen qaf kot një descendenti të Marko Boçarit, se ai s'mund të bënte, pavarësisht se ka marrë shtetësinë greke, nuk mund të bënte shërbim ushtarak në Greqi. Marrë shun, ky është pasardhës i një familje Kallajxhi. Krahinë e tyre është i krahinë e mrekullueshme. Fshati i tij është fshati i Kallajxhive. Të tjerët janë burra vigan, si Andorzako e tjerë. Të them disa vargje të Katispirit për ty, që i ka për ty konkretisht, po nuk i them, sepse nuk duhet të prish mjedisin këtu, është mjedis në këtë moment, edhe njerë kërkoj të hiqet dorë nga antimitingu që keni planifikuar nesër në Vlorë. Është ditë turpi, dhe ti çfarë do që të bësh, njeri që paraqitesh, dezertor, dhe merresh, ke dezertua apo jo? Thuj, ke dezertua apo jo? Jo, këte thuj shqiptarve, dezertove nga ushtria apo jo? Dhe more pastaj dole në kryet ushtrisë. Po. Zoti Lamallari, keni fjalën. Zonja drejtuese